389 të rinj e të reja kanë përfunduar kursin për patrollë të përgjithshme pranë Akademisë së Sigurisë, duke u bashkuar zyrtarisht rangeve të policisë së shtetit. Gjatë ceremonisë, Ministri i Punëve të Brendshme Besfar Llamallari theksoi se ky nuk është thjesht një moment formal, por fillimi i një misioni të ri në shërbim të qytetarëve. 389 të rinj e të reja të këtij kursi kanë tashmë jo vetëm njohuritë, por janë të përgatitur për realitetin e një për profesione më të vështira, por ashtu edhe më fisnike në vendin tonë. Nuk kanë deri më të lartë se sa të punosh për sigurinë dhe rendin e vendit tënd. Të mbrosh jetën dhe pronën e njerëzve, tu gjendesh aty pranë në momentet vështira. Policia e Gjeneratës së Re e Shqipërisë Evropiane nuk mund të matet kurrësi vetëm me forcën e saj përballë krimit, por pashmangshmërisht edhe me aftësinë për të parandaluar atë, me profesionalizmin për ta goditur dhe me humanizmin për të shërbyer qytetarit pas një kompromis. Kreu i Ministrisë së Brendshme e cilësoi Akademinë e Sigurisë piknisjen e modernizimit të policisë, ndërsa kërkoi nga tropa e re integritet e lartë moral e rezistencë ndaj xhotundimit gjatë detyrës. Sot, me përfundimin e këtij kursi dhe largimin nga Akademia e Sigurisë, bashkë me certifikatën që vlerëson përgatitjen tuaj, ju merrni me vete dhe një porosi a këshill, quajeni si të doni. Uniforma e policisë së shtetit nuk jep privilegje, ajo jep vetëm përgjegjësi. Do të ketë njerëz që do të përpiqen t'ju joshin, t'ju blejnë, t'ju friksojnë, apo edhe t'ju vënë në provë. Qëndroni të fortë, qëndroni besnik ndaj gjithçka që keni besuar deri tani, deri në momentin që ju bë zgjedhjen tuaj për t'ju bashkuar këtij misioni kaq vështirë, po aq edhe fisnik. Në përfundim të ceremonisë për të pranishmit, një mesazh për respektimin e ligjit e nderimit të dëshmorëve të policisë e përcjellën nga drejtori i përgjithshëm, Skënder Hita.